A e po ciljet e atyne jashtë qitjeve tifozve në Prishtinë kundër Granit Xhakës. Edhe mediat ndërkombëtare i kanë komentu dhe s'mujshin mi kuptu pse Granit Xhaka pritet me fishklima në vendlinjën e tij, në vendin e tij. Sa e pa kuptimt. Qysh me Zoti ju më roft, nuk keni pikë ftyre ju. Ju jeni me lëvizjen vetë fundosje, ju çka keni fishklu. Vetëm për një arsye, pse Granit Xhaka, baba i tij është me PDK. Për çka ka lidhje që baba i Granitit është me PDK? PDK është shqiptari, ma shqiptar se ju. Dhe që ka lidhje sporti me politikë, o të mirë, më të vërtet veç të najshe këto sene. Për shabesin me paskot Beogradit në lojtar, si këshin fishkluhe, që e kanë fishkluhe, kanë bërti dy Granitit pronë, marrë ju koftë. Qita e një, jashtë qitje e një, kërkush nuk o dënë juve. Ju i keni shkelmat e funit, ju na keni fliq identitetin, ju na keni fliq Kosovën, ju na keni fliq shqiptarizmin. Besoj shumë shpejt ju po shkoni. Bre Zoti pa marrë, mos ju lëshoft, pa dini ju kush o Granit Xhaka. Na ka bo krenar në krejt botën. A i si shqiptar ka luj gjithmonë, ka shku në cilin klub. Edhe gjithmonë në ka bo krenar, edhe ka bo Shqiponin, kur ka dho golla. Veç Serbis shka i ka bo Granit Xhaka, mjafton për me qenë hero i kombit shqiptar. Zoti juve ju marrot. Qfar deregje i njëra ju, jashtë qitje i një ju. Ju një pjellë shkallët. Zoti ju marroft. Unë po habit na këtë pjesën që po ju votoj juve edhe qfar gjaku kanë qita, që për juve e di qfar gjaku kanë ta vë. Pas janë ta shqiptar, pasha besë. Kaloni mirë se për besë nuk ka mujt me fjet, qesh më ka ardhë i nati edhe më ka ardhë shumë, ka ardhë turp. Mu më vi këtë turp kër i nisha të i vishlu ata aty Granitit, edhe mi një krejt bota mi po këto skenat mërshme. Bre Zoti ja u marrë shpirtin juve. Shpurni bre jashtë qitje, bre Zoti ju marroft.